Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, me ne është bashkuar një ish deputet i legjislaturës së 9, po ashtu edhe kryetari i Partisë Ora e Shqipërisë, zoti Zef Shtjefni. Zoti Shtjefni, faleminderit shumë që jeni me ne. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Së fundi jeni dekoruar në Itali, keni marrë një titull, na flisni pak më shumë për këtë. Po. Në fakt kishe një 6 muaj që ata kishin kërkuar si vite këto, punën që kam bërë. Unë ja u dërgova gjithë atë, edhe para 2 javësh shkova isha i ftuar atje për të marrë një çmim ndërkombëtar të karrierës për vitin 2026 nga Universiteti Zvicerian që është me qendër në Rom. Edhe atje ishin të ftuar mbi 200 personalitete nga Parlamenti Italian por dhe nga Shteti i Vatikanit. Ishin ftuar edhe studentë atje që kishin marrë studimet, aty isha ftuar dhe unë që u laurova me këtë çmim prestigjos ndërkombëtar. Ishte kënaqësi për mua. Zoti Shtjefni, e nisëm nga fundi i rrugtimit tuaj, po duke marrë parasysh mbiemrin, kam përshtypjen që mbiemri juaj është shumë i njohur dhe në botën shqiptare. Mund ta thoni diçka për familjen tuaj? Neve ju njohim edhe si deputet, por ndoshta publiku nuk i njeh ai shumë gjithë historikun e saj. Po, unë kam thënë edhe në parlament kur kam qenë, unë jam rrit një vend me kish. Emri dhe mbiemri janë emri shenjtish, siç e themi ne në fen ton katolike, dhe është katedrala Shën Shtjefnit, një dhe është kisha e Kuklit, kisha Shën Shtjefnit ku ka punuar atje, ka qenë meshtar dom Nërmjeda dhe pastaj ka kaluar edhe deputeti i Parlamentit të Shqipërisë. Por ne lidhemi, i kemi këto dy, lidhemi, sepse prejardhja jonë është thonë që është nga Kroacia, edhe të parë tonë kanë qenë meshtarë, sipas gjitha dhënave që kemi, dhe jemi të lidhur, me këtë. Ne për fe e për atë dhe, se tjerat mund t'i ndrojmë, por fe në atë dhe nuk e ndrojmë. Kështu që kjo është e gjitha jona. Po ashtu dhe angazhimi politik me Partinë Ora e Shqipërisë, në çfarë faze jeni momentalisht, si po zhvillohet gjithë angazhimi juaj? Partia Ora e Shqipërisë është themeluar në 2007. E kam themeluar në disa, në atë kohë, pasi kam lënë dorëheqje nga nënkryetari i Bashkisë Kamzës, se e pash se Partia Demokratike nuk i vlerëson njerëzit e punës. Më është dashur të jap dorëheqjen dhe të krijoj Partinë Ora të Shqipërisë, duke qenë Sali Berisha kryeminist. Duke qenë se unë kam punuar edhe në presidencë herët me ta, por e pash që është një parti që po merr drejtime të ndryshme dhe njerëzit e punës, bashkëpunëtorët, atë që nuk i donë dhe mu desh të krijoj Partinë Ora të Shqipërisë. Megjithatë, në 2009 përsëri më ka thirrë dhe kemi bënë marrëveshje politike dhe kemi hyrë zgjedhje bashkërisht. Deri në vitin 2013, por unë njëkohësisht kam qenë dhe nëndrejtori i përgjithshëm i qytetit studenti, po me Partinë Demokratike. Dhe në atë kohë ka zoti Rama dhe jam shkarkuar nga detyra si nëndrejtori i përgjithshëm. Por Partia Ora e Shqipërisë është një parti e qendrës djathtë. Në 2015 Partia Ora e Shqipërisë ka marrë 5 këshilltar në lesh, ka rrëzuar kryetarin e Bashkisë LSI-s dhe ka vu kryetarin e Bashkisë së Partisë Demokratike në atë kohë, ka qenë Fran Frokaj. Pra gjithmonë ne jemi, është partia e djathtë kjo. Nuk kemi larguar asnjëherë nga PD-ja, po gjithmonë PD-ja është larguar nga ne. Çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e fundit? Në zgjedhjen e 11 majit u ftuam atje dhe shkum bën një marrëveshje politike me Partinë Demokratike dhe çfarë ndodhi? Ata përveç se ne firmosëm marrëveshjen, as nuk na ftuan kur hapën fushatën, dhe as kur zhvilluan mbledhjen e parë direkte mbas takimit për të hyrë në zgjedhjen e 11 majit. Atëherë kur pash të situatë, kam urdhëruar që me shkresë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të larguar nga koalicioni me Partinë Demokratike. Jemi në këtë fazë tani. Jam duke vazhdu punën e përrrethe për të caktuar kandidat dhe mendoj që o do hyjmë me koalicion ose do hyjmë vetë, kryesisht sipas ligjit shqiptar na duhen firmat. Por gjithsesi unë jam duke punuar një herë, kam kohë pastaj ta vras mend se si do hyjmë koalicione. Me çfarë partish do futemi në koalicion. Është në këtë fazë Partia Ora e Shqipërisë dhe pastaj shumë shpejt do të bëjmë ta kongresin e partisë për të hyrë në zgjedhjet që vijnë. Pra, të jemi të kompletuar sipas ligjit shqiptar. Pra zoti Shtjefni, do futeni në këto zgjedhje
edhe me një kandidat për kryetar bashkie ndoshta, apo vetëm për antarët e këshilleve bashkiake? Tashi, nëse ne futemi me koalicione, do të futemi për antarët e këshillit bashkiak. Nëse do futem në vete, atë kam drejt kandidoj edhe për kryetar të bashkisë. Qartë, si e shikon situatën aktuale politike brenda Partisë Demokratike? I fokusojmë këtu duke qenë se ju keni qenë pjesë e saj dikur dhe ka tashmë një zgjedhje të brendshme që po diskutohet shumë rreth emrit të liderit zotit Berisha, kandidatëve tjerë që po e rivalizojnë, që kanë pretendimet e tyre. Ju si e shikoni? Si një person që e shikoni tashmë nga jashtë? Po, me të thonë drejtën, është një parti e çorientuar totalisht. Të gjitha partitë politike duhen që të afrojnë sa më shumë gra vajza, këta i përjashtojnë. Nuk gjejnë atë mënyrën për të qenë bashkë, le të kandidojnë gjithë atje, dhe nuk ka pse ka frikë kërkush, se zoti Berisha nuk mund t'ja marrin asnjë ata që janë atje, çka kandidojnë për atë. As Saljani, as ato gratë atje që kanë dalë, sepse zotin Berisha i duan ata, se nuk ka tjetër. Dhe s'po pyet opozita më tani për marrën pushtet. Opozita do të forcojë opozitën e vet, nuk po sheh më për pushtet. Nuk sheh për zgjedhjet që vijnë, i ka të humor edhe zgjedhjet që vijnë. Në zgjedhjet vendore të gjithë kanë filluar të më kanë ndez motorët. Zoti Rama ka mbledh ushtrinë e vet, duke shkuar duke dalë detyrat në për qoftë në Tiranë por edhe për rrethe. Kurse këta vijnë këtu bëjnë protesta me molotov, do të thotë që me çfarë shofun e djata po iken nga ajo që ka ardhur, për shkak që ka pas dikur mision për të marrë pushtetin. Nuk e shoh të organizuar. Kjo është ideja që kam unë për ta, për atë parti. Jo dhe? Si një ish funksionar? Me dhem, po si jo, kam dhënë shpirtin pas asaj partie. Kur isha në kryetari i Bashkisë Kamzës, e kemi mbajtur atë parti. E kemi gjetë me pak vota dhe e kemi çuar me 7.000 vota plus partisë tjetër. Pra kupton ti se ku ka ra? Më ardh sot të diskutosh që Kamzën ta marrë majta është absurde. E morën sepse nuk punon ata më. E kanë lënë. Unë kam parë zgjedhjen 11 majit, kur nuk vinte kush më bë fushat. Me djathtë, nuk vinte kush nëpër pallate ti thoj dikujt që ti hajde do të votosh PD-n, siç bëshin vitet e herët e tjera. Nuk vinte, e kishin lëshuar parti i krejt. Dhe thonë drejton zoti Berisha, po s'ka çfarë bën Berisha vetëm. Berisha do ta drejtojnë partinë me stafe, do ta drejtojnë me njerëz të tjerë. Nuk e drejton dot ashtu. E pash vetën. Kur më thirri Flamur Noka mua, atje për të bërë marrëveshje tjetër, nuk e takoi dot zotin Berisha. Dhe tha po çka ke ti, do kandidosh, do bësh, dhe kur vi mona as më thirrën edhe kur ha fushata nuk më thirrë njeri. Kështu që unë jam irrituar me këta njerëz. Nuk mendoj kur më që unë do bashkëpunoj me ta. Sepse është shumë e vështirë me ata njerëz. Unë më dhem, po kur e shikon ashtu situatën, unë nuk kam çfarë bëj më aty te parti. Në vjen keq, kam përfaqësu, kam qenë, jam përpjek të punoj kudo që kam punu, kam shkuar, po nuk bëhet dot me ata. Si ndiheni kur ndoshta ka persona, siç e thatë ju, jeni njerëzit e punës, nuk vlerësohen në Partinë Demokratike, ndaj dhe zgjohet që të largoheshit, ku ka akoma persona që kanë shumë vite që kontribuojnë dhe janë pjesë e Partisë Demokratike, janë ende në krye. Ju përmendët zotin Noka, zoti Berisha është kryetari, është edhe le të themi lider shpirtëror e asaj partie, ka mbështetjen e madhe popullore edhe brenda forcës që ai drejton, por kur shikon këto njerëzit e tjerë dhe nuk arrihet që ketë një dakordsi, mendoni që gabimi është nga poshtë, jo nga sipër te zoti Berisha? Pra zoti Noka, zonja Vokshi e të tjerë që ndodhen poshtë tyre janë problemi vërtet i Partisë Demokratike? Çfarë mendimi jeni? Unë them që janë problemi kryesor, jo problem. Janë problemi kryesor që ajo parti nuk hapet me njerëz tjerë, me njerëz të ri. Janë vetëm ato që kanë met aty. Po të bësh llogari numrat, nuk kanë ku i gjejnë votat. S'kan ku i gjejnë votat. Kanë ikë njerëzit, një pjesë kanë ikë jashtë, një pjesë nuk u afrohen. E ke parasysh në 2015 që fitoi PD-ja, se votuan edhe socialistët për PD-n. Po s'votuan sot, po nuk votuan socialistët për Partinë Demokratike, Partia Demokratike nuk vjen pushtet.
nuk vjen pushtet. Sepse nuk afrojnë njerëz ata. Ata janë njerëz, ata aty janë njerëz i largojnë njerëz. Largojnë ma njerëz, më tha, mua do kandidoj, thash, për listën e hapur, kam partinë, kam dhe një organizatë botërore, kam ca njerëz që do punojnë, thash për mua, kështu që po patjetër asgjë fare. Pra nuk vinë njerëzit më kur i mashtron ti. Nuk vinë njerëzit, nuk kanë si të vinë. Gjejti njerëzit, si mund të largosh ti sot për shkak të përjashto se thash në të parë, të largosh ti 4 gra, 4 zonja të nderuara. Se çfarë duan me duan me të kandidojnë më, çfarë problemi ka? Të kandidojnë është e hapur çështja. Ti e din mirë që atje zoti Berisha fiton. Çfarë problemi ka aty? Kushdo të kandidojnë, atje nuk e konkurrojnë dot zoti Berisha sepse është ai aty. Është ndryshe me i ka e marrë një tjetër, prapë është më i ri, ashtu kanë menduar ata. Nuk ke çfarë bën. I referohen këtu zonjës Alessia Balliu, e cila kishte shprehur edhe më herët kandidaturën apo jo? Po të gjithë edhe ato të tjerat, të gjithë do kandidojnë, të gjithë. Edhe Saljani që thotë, e kupton, që thotë pavarësisht sepse unë edhe për te, domethënë kam, sepse ti kur del dhe me kandidu për për parti politike si është PD-ja, nuk mund të shtimë më direkt armik kryetarin që është. A kupton, të më thonë, do dalësh edhe me platformën tënde, dil atje hapur, edhe vazhdo punën. Po jo të thuash tani ky ka marr këtë, ky ka bë peng, ky ka marr peng, dhe nuk futesh dot aty. Kush futet atje? S'mund të shtimë. Unë them që jo vetëm ai, edhe të tjerët le të konkurrojnë. Kur vjen puna në fund, ne e dim shumë mirë se kush fiton. Kështu që nuk qartë. Zoti Shtjefni, përqendruar akoma tek politika e brendshme, ju e përmendët pak sa që pas përfundimit të mandatit tuaj jeni marrë me organizata botërore, me kontakte të vazhdueshme. Ne kemi informacione që ka indicie edhe nga kancelaritë e rëndësishme evropiane që po diskutohet për një qeveri tranzitore në Shqipëri dhe një rol i veçantë do të jetë për ju. Është e vërtet? Ka indicie të tilla? Shiko, unë jam marrë shumë me jashtë, që nga 2021 dhe deri më sot, të thash jam i vetmi shqiptar që s'ka pas detyrë shtetërore, që ka bërë samitin e paqes ballronet vendimor për Ukrainën, ku ka marrë pjesë ambasadori i Ukrainës, Shkurov, dhe ka pas bujnë atë kohë. Kam lënë dorëheqjen dhe kam vazhduar, jam zgjedhur president ndërkombëtar i Kundejt Evropian të Sigurisë, Paqes dhe Drejtësisë dhe vazhdoj punën, jam nga të vetmit që kam bërë thirrje për pushimin e luftrave në botë, mos ketë luftë në botë. Edhe gjitha i kam bërë, por për këtë se çdo bëhet në Shqipëri, e si bëhet në Shqipëri, unë i di mirë se është Shqipëria dhe si mund negociohet në Shqipëri. Unë nuk i kam bërë këto punë për asnjë gjë, unë i bëj vetë se dua që të merrem me diçka, dua që të jap një kontribut për vendin, por edhe për kontinentin evropian, me që unë jam tani atje dhe merrem me këtë punë. Nuk e kam parë asnjëherë këto, nëse ata mendojnë që unë mund ta bëj, ja ku jam, të vinë kushdo, por unë nuk kam informacione të tilla sepse nuk merrem me ato punë. Nuk është se kam ndonjë indicie nga dikush, pavarësisht fjalëve që thuhet, po unë nuk është se kam ndonjë gjë. Unë i kam bërë një shkres para 1 muaj e gjys, si president ndërkombëtar i Kundejt Evropian të Sigurisë, Paqes e Drejtësisë, po a them këtu për herë të parë, ja kam bërë president të Shtetet Bashkuara, ja kam dërguar ndërmjet ambasadës tonë këtu, atje, për arsye që i them që bota do të njohë paqe. Dhe ju jeni nga ata që po bëni çmos që bota të orientohet drejt paqes. Sistemet totalitare, ata që kanë shtypur njerëzit, kanë përmbysur demokracinë dhe kanë sjellur shtetin totalitar, ata duhet të largohen, kushdo qoftë ai. Sidomos e kisha fjalën edhe për Venezuelë, por edhe për vendet e tjera, sot që flasim në Iran, e shumë tjera vendet që janë bërë sot barë e rëndë për botën. Dhe për këtë ja kam bërë shkresën atij dhe ja kam dërguar. Keni marrë përgjigje? Jo, nuk kam marrë përgjigje, sepse funksionon kështu që nëpërmjet ambasadës, të sa e çojnë, sa orientojnë ato, varet se si e kanë. Ata nuk e kanë marrë përgjigjen, me adresa, me vula, me krejt ja kam dërguar,
unë bëj punën time sa mundem, kupton, që edhe jo vetëm Shqipëria, si më thonë, dhe po gjithë botat njohin një paqe, njohin një siguri, njohin një drejtësi. Dhe për këtë është Parlamenti Ndërkombëtar që unë ka 2 vjet e pak që unë e drejtoj. Kjo është ajo si. E shikoni të mundur një qeveri tranzitore në vendin tonë në muajt e javës të ardhshme? Tani, që të them kështu, unë në bazë situatave që kemi, në bazë informacioneve që kam, unë nuk e shoh të mundur një qeveri tranzitore. Pse? Sepse nuk ka krizë parlamentare. Nëse ka krizë parlamentare, atëherë bëhet ajo që thoni ju. Kur nuk ka krizë parlamentare, pavarësisht janë dakord apo nuk janë dakord, opozit, kjo është fundi fundit, kjo është demokracia, vendi ecën përpara, aq sa ecën, por nuk është se shoh në një krizë. Qartë, por duke u fokusuar në zhvillimet globale, si një ambasador, le të themi, me atë shoqat që ju drejtoni, organizatë që ju drejtoni, si po shikoni zhvillimet e luftës në lindjen e mesme? Më herët është zhvilluar dhe ajo edhe zhvillohet akoma mes Ukrainës dhe Rusisë, pasojat u ndjen, ju keni ndërmarrë, siç e thatë, edhe një konferencë për paqen. Po këtë luftë si po e shikoni, me pasojat e cilës kanë ardhur deri në rajonin tonë, me rritjen e çmimit të naftës, por edhe produkteve tjera. Është shumë e rëndë, edhe do jetë edhe më keq, sepse nuk do përfundoj shpejt. Megjithëse presidenti i Shtetet Bashkuara tha që do përfundoj shpejt, por nuk është duket i ka dalë aty nga parashikimet, do vazhdojnë ata, por unë mendoj që Shtetet e Bashkimit Evropian, liderët kryesor, edhe NATO-ja duhet që ta kishin mbështetur presidentin e Shtetet Bashkuara edhe më herët për këtë punë, sepse bashkimi bën fuqinë, dhe kur janë shumë forca, edhe mendoj që edhe bota është më e lirë, është më e qartë, kur gjitha forcat janë kundër atyre, domethënë që shtypin popujt edhe japin botës një shkallë shumë të keqe. Shpresojmë që kjo, si më thonë, të marrin fund sa më parë, sepse ne e kemi ndjerë tani krizën, Shtetet e Bashkimit Evropian edhe ta kanë ndjerë krizën, dhe shpresojmë që kjo punë të mbyllet sa më shpejt. Besoni që mund të mbyllet me atë që po shikoni? Besoj që presidenti i Shtetet Bashkuara ka grumbullu forcat e veta dhe me bën një ndërhyrje toksore. Mirë po, për ato general, për ato njerëz që e njohin luftrat, do të thotë që është shumë e vështirë. Por them që nuk dështon Amerika, dhe ju e dini mirë që Amerika ka ndënë 20 vjet në Afganistan. Pastaj u tërhoq. Sepse u tërhoq, sepse liderët e Afganistanit ata po vënë pasuri secili për vete. Dhe e lanë ata, se thonë, e ruan Amerika. Kështu që shpresoj që ky aksion i madh, agresion, domethënë që do të marrin Shtetet e Bashkuara, të jetë me sukses, sepse që mos të zgjasin shumë, se po zgjati, pastaj bota është shumë keq, është shumë rënd, se vinë çmimet deri te ne që kanë ardhur, po të shkojnë edhe më keq. Zotë Shnjefni, si një person që me organizatën, siç e tham, që drejtoni, keni kontaktet të vazhdueshme me shumë funksionarë të huaj, çfarë mendoni ato për Shqipërinë aktualisht? Dhe cili do të jetë roli juaj nga këto momente dhe në vazhdim? Unë sfundi tani që u laurova me këtë çmimin, takova edhe njerëz të Vatikanit atje, se përfaqësues të Papës. Folën gjatë ata, jo se nuk e njifin Shqipërinë ata, e njifin kryesisht për mirë, nuk është se e njifin për keq ata, por unë ja thash, për thënë drejtën, ca gjëra që Vatikani do të luajë një rol më aktiv këtu tek ne, thash, pavarësisht se ne jemi popullsi muslimane, por ne e kemi patur, e kemi shenjtë atë bashkëtesën. E kam thënë, thashtë, në parlament kur isha, që
kur ka vdek Padre Gjergj Fishta, në varrimin e tij ka marrë fjalim një hoxh. Hoxh Hafiz Ali Kraj, dhe me thënë bashkëtesa jonë është kaq e madhe, sa që nuk është merita jonë, por është e atyre që kanë dhënë jetën për këtë vend. Edhe i thash do të më fut me pas fuqi më të madhe, i thash për Shqipërinë, kryesisht për Ballkanin Perëndimor, i thash Vatikani. Edhe ai ishte i bindur, po jo se nuk i dinte problemet. Nuk po flasim i thash këtu opozit, sepse kur ata s'mund kanë kundërshtim për një tjetër, kjo proces demokratik, i thash në Shqipëri, kuptohet, i thash nuk është. Unë kam pas një vezë gjithmonë që kur mos ta thyj Shqipërinë atje, kur të kaloj jashtë, kur jam jashtë me njerëz të tjerë, mos ta shaj Shqipërinë, mos ta shaj politikën e Shqipërisë. Por gjithsesi gjejmë disa gjuhë të më të përbashkëta që Shqipërinë me animu, me dhënë orientime të duhura. Për shkak unë kam thënë edhe kur isha në parlament, e kam thënë hapur. I thash, merrni katolik shqiptar. I kam thënë, çdo qeveri që të vinë këtë vend, nëse ti marrin, sepse ata kanë qenë ashtë i kombit, kanë majt kombin. Majni edhe ju, prap merrni ministra, zëvendësministra të tjerë. Edhe nuk them se s'kan marrë, ato ka qenë Berisha atëherë i ka provuar, bine vetë ishte Mesejman si ishte president, po kryetari në kuvendit e kishte katolik, kryeministin ortodoks. Janë përpjekur sa kanë mundur për ta mbajtur këtë gjallë, por unë i kam folur, se më jam përpjekur edhe me jashtë, me kudo që kam shkuar, edhe me italian, por edhe me tjerë të huaj kudo. Jam përpjekur që për Shqipërinë, do thënë, se më kam qenë pozitiv në lidhje me këtë punë, që jo duke e fyer Shqipërinë, por duke thënë që ne kemi nevojë për të antarësuar në Bashkimin Evropian, që po plotësohen ato gjitha kërkesat, opozitës, në opozit, kur duan e gjejnë gjuhën, kur s'duan për interesat një tjetrit përishën, por gjithsesi ecën proceset demokratike në Shqipëri. Edhe jam përpjekur. Unë jam vazhën e kësaj. Si president ndërkombëtar i Kombëtit Evropian të Sigurisë, Paqes e Drejtësisë, jam gjithmonë duke mos e hedhur Shqipërinë. Asnjëherë. Vetëm pavarësisht problemet politike, pavarësisht më duan mua këta, më duan a kanë interesa, s'kan interesa për mua. So, unë e kam thënë dhe herë tjera, nuk kam miq në politikë, kam marrë vetë. E kam bë vetë partinë kur e kam parë që ti nuk më don mua. Jam i tillun. Kur e shikoj që ti s'm don në ustrim me zor, më është dashur me dhënë ndërheqje shumë herë. Kam dhënë ndërheqje shumë herë kam ikur, sepse nuk funksionon kështu. Më është dashur që të studenti si nën drejtori i përditshëm kam qenë atko, më është dashur të bi kontrollin e lartë shtetit, se me firmën time nuk mund të pasurohet kush. E kam prunë, janë dokumentat. Parë kontrolli i shtetit 3 muaj atje. Në kohën e Partisë Demokratike? Po, një drejtor horr. Përveçsisht horr ishte edhe hajdut, që e manin këta në atë kohë, edhe më është dashur të thras kontrollin e lartë të shtetit. E ka harë kontrolli ka ndaj 3 muaj atje. Sepse i thosha unë që për 2 vjet 10 milionë euro vjedhje. Erdhën ata, lanë ja 3 milionë euro, siç bani kape me miqej, po gjithsesi ai pastaj përfundoi në burg. Pra e kam fjalën që këta i njoh mirë kush janë. I njoh mirë, me pesen s'kam punu kur, i di fare si janë. S'kam qenë në herë drejtues me ta. Por unë nuk shkoj mas këtyre, mas askujt. Dhe një pyetje të fundit, zoti Berisha më i mirë në pozit apo në opozit? Si individ, si forcë politike që përfaqëson, si lider? Zoti Berisha, për kur e kam njohur unë, ka qenë një person që ishte i aftë, i zoti, i mirë në detyrë. Për te në opozit, nuk disha me thonë se unë se kam taku kur, ma. Dhe me thonë, nuk e di fare si është. Ma ose herdha dërheqen, pas ta iku, pas ta erdhi, edhe nuk e di fare si është, por që në atë kohë ka qenë një kryeministër që edhe ka punuar, edhe gjatë mandatit, sidomos, se me thonë, 2005-2009, ka qenë atë kohë që ka bërë nga 2 buxhete shtetit në vit, edhe si me ka bërë një punë të mirë. Kur u bashku me LSI-n 2009-2013, atëherë u shkatërru krejt puna si me dhe qeverisë, se kishin mendin atë kohë ata me vjellë, edhe çdo gjë do të thonë, por unë kur e mbaj mend për mirë, e kujtoj për mirë zotin Berisha në atë kohë. Për tani mbrapa nuk e kam taku kurrë, as nuk e di fare. Do të thonë, e shikoj që flet çdo ditë, por nuk e di për ta. Zoti Shqipni, i besoj që keni parë zhvillimet në Kosovë, si janë dukur zgjedhja e presidentit ose presidentes re, ka kaluar në një kalvar të gjatë me gjykatë kushtetuese,
që mori një vendim që ka detyruar deputetët e kuvendit që për 30 e pak ditë duhet zgjedhin emrin e ri të kreut të shtetit. Po, e kam ndjek shumë bele atë, sepse si më thonë, ka qenë një dyshe shumë serioze. Vjosa Osmani dhe Albin Kurti, dhe kryeministri Kurti delte ka herë nga shinat. Ke parti me ndërkombëtarët, ka qenë kjo që e ka futur shina, ka qenë kjo që ka marrë një bërgjësi të madhe. Dhe kur vje puna, zgjedhet Kurti i fitoi me 28 dhjetor. Po mos lindte datën kjo, 28 dhjetor, po t'i lidhe në janar, Kurti nuk i merrte ato votat që mori, sepse kjo ja bëni një nder, sepse deshen të vazhdojnë bashkëpunimin. Por ky nuk prandoi dhe nuk e kandidoi. Për këtë, ajo pastaj shprendau parlamentin bëri dekretin, pastaj ishte gjykata kushtetuese, siç ndodh edhe këtu, që ajo e fjalën e fundit. Por unë mendoj që ata do të bëjnë diçka që vendin mos ta çojnë zgjedhje. Kanë edhe 30 ditë afat tani, ja dhanë, edhe tash ata do përpiqen të bëjnë negociata. Por mendoj unë, dhe dua në fakt që 5 vjet le të jetë edhe herë Vjosa Osmani. Por po përpiqen këta për të gjetë votat. Nëse lëvizje vendosje ja jep edhe herë votat e veta 64, 65 disa i bën, me gjithë votat e LDK-s, Vjosa Osmani del presidente e Kosovës. Por unë matë njëri nuk disha më thonë se është i pa parashikueshëm Albin Kurti, nuk është se ka ndonjë parashikim, ai mendon me nxjerr përsëris nga vendvendosja. Nga vendvendosja nuk e nxjerr dot, sepse nuk i merr as votë e PDK-s, nuk i merr as votë e LDK-s. Pra, do të thotë që do jetë një figurë o Vjosa Osmani ose një figurë tjetër, sepse nuk ka asnjë zgjidhje tjetër ai. Ai ka 60 ca vota, por nuk i ka 81 vota. Edhe kjo është ajo që unë kam për presidentën. Me shpirt dua që, me thonë drejtën, edhe 5 vitet që vinë, le të jetë Vjosa Osmani si presidente e Republikës Kosovës. Do ishte mirë. Zotështin, faleminderit shumë që ishte në këtë intervistë. Faleminderit, ishte kënaqësi.